Evropian i propozoi sot Parlamentit Evropian që të heqë vizat afërshkurtra për shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Komisionerja për sigurinë Cecilia Malmström deklaroi se të dy vendet kanë përparuar shumë me pasaportat e reja dhe me kontrollin e kufive. Të ndjekim përgjithësi korespondentin tonë në Tiranë, Ilirian Agolli. Komisioni Evropian i propozoi sot zyrtarisht Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës që të heqin detyrimin për viza afërshkurtra udhtimi për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Komisionerja për sigurinë Bashkimit Evropian Cecilia Malmström deklaroi nga Brukseli se ky ishte një lajm i mirë për rajonin dhe se Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina shënuan një progres të rëndësishëm në pasaportat e reja, në kontrollin e kufive dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. It will be now, of course, up to the European Parliament and to the European Council. Një vendim përfundimtar pritet të marrin Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës, thot zonja Malmström, po shpresoi se qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të provojnë shumë shpejt lehtësirat e regjimit të lirë të vizave me Evropën. This proposal, I think, brings good news to the people of Albania and Herzegovina. I know how much visa freedom means to them, especially to the young people, and this is... Ky propozim është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe Bosnjën, tha zonja Malmström, sepse dihet se sa e rëndësishme është për ta heqja e vizave. Popullata e tyre është tepër e re në moshë dhe politikat e Bashkimit Evropian janë që popujt të kenë kontakte me njëri tjetrin, të afrohen, të njihen dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe kjo do ta bëjë Bashkimin Evropian më të mirë. Komisionerja për sigurinë Malmström tha se nuk ka një datë të përcaktuar se kur do të merret një vendim për vizat e Shqipërisë dhe Bosnjës, por Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës sipas saj pritet të shqyrtojnë këtë propozim pas pushimeve të verës në shtator. Ndërkohë do të monitorohet edhe përparimi që do të bëjnë këto dy vende në riintegrimin e të riadhesuarve, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në konfiskimin e pasurive të bandave kriminale. Ndërkaq, ambasadori i Komisionit Evropian Helmut Lohan deklaroi në Tiranë pas konferencës së Brukselit se Bashkimi Evropian dëshiron të sigurohet se Shqipëria godet krimin, konfiskon pasuritë e grupeve kriminale dhe nuk eksporton kriminalitet në Evropë. The piece of legislation does exist, as you say. What is required now is for us to be able to see a record on the implementation of that piece of legislation. Shqipëria, tha ai, ka miratuar një ligj antimafia për konfiskimin e pasurive kriminale dhe Bashkimi Evropian kërkon të shohë fakte konkrete të zbatimit të tij, theksoi ambasadori Lohan, dhe që ligji të ketë efekt në realitet. For making this piece of legislation become effective in reality. Ndërsa kryeministri Sali Berisha deklaroi se qeveria e tij do të plotësojë shpejt dhe me përkushtim 3 detyrat që lidheshin me riadhesimin, me antikrimin dhe konfiskimin e pasurive kriminale, madje puna për zbatimin e tyre sipas tij ka filluar kohë më parë. Kjo përbën një premtim të mbajtur nga kjo qeveri, e cila ishte zotur se do merrte çdo mas, do të bënte çdo reform, do të miratonte çdo ligj, çdo vendim, në mënyrë që ky vendim i shumëpritur prej shumë dekadash të merrej në Bruksel. Shqipëria përshpërndan prej një viti karta identiteti digitale dhe pasaporta biometrike të standardeve më të larta të sigurisë evropiane, ndërkohë pikat kufitare po modernizohen me pajisje të reja dhe programe të kontrollit të integruar kompjuterik. Lufta ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, kontrollit integruar kufive dhe dokumentat të besueshme identifikimi ishin prej vitesh kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian për të lehtësuar regjimin e vizave me Shqipërinë, gjë që mund të mbyllet në muajt e vjeshtës. Për zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.